Komisioni Rajonal i Mbrojtjes së Civile bën të ditur se situata e rresheve të dendura në qarkun e Kukësit po shkon drejt stabilizimit, pasi intensiteti i shiut është ulur gjatë orëve të fundit. Strukturat e mbrojtjes së civile, bashkitë, OSHE dhe ujësisë kanalizimet vjojnë punën në terren për të parandaluar probleme të reja nga rreshet e parashikuara. Prefekti i qarkut, Dritan Baji, u ka kërkuar bashkive që të kryejnë verifikime të detajuara të gjendjes së urave me theks të veçantë në territorin e Tropojës, ku prurojt e mëdha dhe rreshitjet kanë rritur rrezikun për dëmtime. Prefekti ka kërkuar gjithashtu përforcim të menjëhershëm të elementeve mbajtëse në urat që paraqesin risk për të mos lejuar ndërprerje të qarkullimit. Rreshet na japin një lloj pushimi ka më të meratën e urave. Kemi raportuar që janë disa ura që kanë problematika si në bryrjen e kampeve, si në bazamentet e urave. Ajo duhet në pak në kujdes sa për krijohet mundësia, sigurohet mundësia për të përforcuar, sepse atje nuk i bie kohës. Këto jemi mirë pas një javë nuk përsëritet një situatë e tillë. Dhe ato kanë reakse ura. Po është një urë që bën fjalë që kalojnë bagdina në fshatin Viçidol. Do mojnë unë lekbiba ndjerin time. Po ajo lekbiba është dy ura, një për baktin, një për tamson. Edhe do mojnë zgjidhje, jemi ka punojmë për ta zgjidhur sa më shpejt si problem. Nga raportimet e djeshme. Këto ura shikohet mundësia që mund të ndërhyret për të përforcuar dhe për ato si kampët si pjesën e bazamenteve ku kalojnë njerëzit ose ato njerëz. Sipas së prefekturës, ndërkohë akset që patën rënje gurësh dhe inertësh në territorin e qarkut Kukës janë pastruar dhe aktualisht janë të kalueshme. Ekipet e OSHE-s kanë punuar pa ndërprerje për të rikthyer furnizimin me energji në zonat më të thella të qarkut.